Rruga stacionit të pompave të ujit të pishëm u hap muaj më parë për shtrimin e tubacionit të ujit deri në lagjen Skënderbeg të Shkodrës, por ende nuk është rehabilituar. Siç tregojnë edhe pamjet, qarkullimi i automjeteve dhe i këmbësoreve bëhet me shumë vështirësi për shkak të gropave. Banorët kërkojnë që firma që ka kryer punimet për shtrimin e tubacioneve të ndërhyjë pa vonesë në rehabilitimin e rrugës, pasi gjatë periudhës së dimrit situata përkeqësohet edhe më shumë. Bale rregullojnë, po. Pa jeshtë në bënë gjithkun më burra, dhe ne kanë bënë gjithkun me këta kanalizime, kanë shtu tubin e ujtë. Po mirë, po, te kanë hapë për mjedis. Një këtë, nuk s'ma mërmenja se e shtrojnë një këtë. Një këtë, ja, për rrugën me shtrua i kërkojmë. Pa kërkojmë me shtrua, po se shtrojnë. A dëmë tua e shevecjes jashtë, edhe s'ma mërmenja se bënë gjënde. Jetu ja, jetu s'kom shpresa jetu. As këtu as anej në tjetër anë, anej këtu lulles janë anej po. Përveç stacionit të pompave të ujit të pishëm në Dobraç, kjo rrugë shërben edhe për qindra familje që banojnë në dy anët e saj. Një pjesë e konsiderueshme e segmentit rreth 2 kilometër në drejtim të liçenit të Shkodrës ka qenë asfaltuar, por u dëmtua gjatë hapjes së kanalit me thellësi deri në 2 metër, ku vendosen tubacionet e ujit të pishëm. Banorët janë të vetëdijshëm për rëndësinë e projektit që synon përmirësimin e sistemit të shpërndarjes së ujit të pishëm, por theksojnë se tani që shtrimi i tubacioneve ka përfunduar, të bëhet sa më shpejt rehabilitimi i rrugës.